Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me podcastin e radhës Arena e Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dugaxhini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Javë pa prezantu të ftuarin e radhës për bashkëbisedimin ton. Mos harrojmë të përmendim sponsorët tonë të arë si pija energjike Golden Eagle, kompania e mirënjohur e derivateve Exfis dhe për udhëtime magjike Air Muni. Ndërsa me neve është një ish futbollist i mirënjohur në futbollin kosovar, Fatën Zejnullahu. Fatën, mirë se vjen te Arena e Yjeve. Mirë se u gjeta, është kënaqësi me konë me dy shokë të mi, sidomos me lavdimin, së shkombimi ma e ri që jam rrit me lavdimin, na konë një lagje, një klub, se në është ta pak njerëz e din që lavdimi u konë edhe futbollist, po tani ka zgjedh rrugë tjetër të gazetarisë, kënaqësi. Faleminderit. Që ke gjithë ko. Zalika, se na i thojna Zalika, e ka nufën Zalika, ai kilikjeri sërë si fiton krejt. Edhe kjo konë Zalika flamurtarin atë ko, ja ka njës këtë kategoritë e reja, me driblim të jashtëzakonshëm shumë mirë, edhe shumë i ri janë njës me lu edhe për ekipin e parë, debuton me flamurtarin, pastaj bën karrierë te Prishtina, drita Llopi Vushtreja, pak lunë edhe futsal, tash 10 vjet gati i angazhuar te klubi më i madh vend Prishtina si team menaxher. Njëri për njerëzve më të rëndësishëm klub ato, që zgjidh gati këtë probleme. Zalika pyetjen e parë bujna, çuçi ka nis me lu futboll, unë e di po ka dhe jo shikuese. Po futbolli kom nis me lu se jam rrit, domethënë lagjën e flamurtarit, kom pas shtëpinë shumë afër flamurtarit, edhe prej kur jam qenë mëngjes, deri sa jam ra me flejt, shumë i cënë e kohës kom lejt në fushë të flamurtarit. Përveç shkollës, kur u duf me shku, sohar kanë desht edhe familja më mëgjet, e kanë ditë që më gjejnë fushë. Edhe kështu që jam rrit stadion edhe kone pashmangshme me mu bo dhe futboler. E atë... Tema që t'ke bali broka, ne. E atë shtyti dikush me fillu kështu tamam flamurtar, a ideja e prindve, a vete jotja që ju fute... Atë ponë trener ata. Jo, se në familjen tem nuk ka qenë as kush sportist. I pari ndollën dhe halos ka dollë as në rrethin e gjanë është ma shumë. I pari më konën, po thash ajo ka qenë me shok non stop, afër fushës, e kum desh gjithmonë. Kena posa talent, kështu që tjerat kush kon trajneri i parë, mon men. Po e moj men, ka qenë para luftës vitet. Kur nështë 95, po gjashtë. Kështu nështë edhe ma herët 93, kështu s'pe di sakt vitin, ka qenë Ram Grajqefci, trajneri i parë. Jetën dikon jashtë, e përshëndes shumë. S'kam pos rastin me taku mas luftës mas njëherë, po e përshëndes prej këti emisioni shumë. Tani me cëtë Rama vonë me punu? Tani kanë qenë pas luftës, kanë qenë Indjeri Agim Loshi, ka qenë Sami Sermagje, Niko Artan Bytyqi, kum pos rastin, edhe deri sa te ekipa e parë, kur kam dalë, ka qenë Psy i Rishëm, ka qenë Avdyl Bellapoja, treneri jam i parë në ekipën e parë, cilin e falenderoj edhe ato se ka pas, në kam mbështet shumë si të ri, ka pas guxim, çdo herë në kam mbështet për me pas sa më atlet, mu ambientu në ekipë parë si të ri, në ka e prastin që tashtin është edhe mungan që ajo guximi trajnerave vërtet. Fatën ti na dim që ke debutu shumë i ri me 16 vjet në ekipin e parë flamurtarit, edhe po folëm për një ekip që ka pas shumë yje gjirin e saj. Që shukon ai moment për një adoleshent, për një djalë të ri, çfarë përjetimi ke pas kur ke debutu? Dhe çfarë lojtar ka pas flamurtari në atë kohë, se ka pas lojtar të fortë. Flamurtari ka qenë njëra prej ekipeve më të mira që ka pas në atë kohë. Gjithmonë u kon stabil shumë, bile është gjynat që tashti është këtë gjendje, klubi. Në atë kohë ka pas shumë lojtar të mirë, flamurtarit, cilët më kanë ndihmuar shumë, ndoshta edhe sa kam qenë hala pa dalë te ekipi i parë, në atë kohë kanë pak më në trend me shku me lujt edhe futboll të vogël, turnira ka pas, su kanë si tashti profesionalizmi, do të me thonë drejt, ka pas shumë turnira, dhe unë kam shku edhe hala pa dalë në ekipë parë, si shumë ma i ri, kam lujt me të në kohën, që kur kam dalë në ekipë parë, ka qenë ma e lehtë pak ambientimi, ka qenë Azema Meheti me përmen, Driton Syla, e plot tjera ato që më kanë ndihmu shumë. Më kanë ndihmu shumë që kur jam dalë në ekipë parë me pas më atlet ambientimin.
Po edhe trenerat kanë lu rol shumë tash Avdul Vëllopoja, që e përmeni shumë herë ku dëshë rri, ka përkra shumë trit, në atë ku kanë lu shumë lejtar tri, Po bashkë Po, me kanë edhe- Beratin u debutoi. kanë edhe ligji me lujt një në 20 vjet, Po. që për mu kanë shumë i mirë, se shumë lejtar tri e kanë marrë në 18 vjet. Janë 20. në 20, një u duh me startu, një me kanë bank rezervë, ju kanë ndihmu shumë lejtarve tri, që mendoj që edhe tash i shkon shumë mirë me kanë ai ligj, se trenerat pekshyrin shumë suksesin, s'kan faj, so i nështë edhe ja u kërkojnë edhe klubet, po klubet mu fokusu më shumë edhe të trit. Cila u konë ndeshja fatana të kujtohet? Ndeshja e parë, më kujtohet, ka qenë me Vllaznin e Pasharanit për kupë. Ka qenë, do më thonë, ndeshja e parë ndime, me njëherë, u kanë loja e parë, kanë lu me Lirinë e Prizrenit, kujtohet, ekipa e parë, s'kam lujt. E mërkura u kanë mas 3 ditë dhe ndeshja për kupë me Vllaznin e Pasharanit. Kam qenë bank rezervë, u kanë dritën Islamin atë kohë, po toko me Nofkën i Podojevës. Ai ka qenë, u lëndu minutën e 5 dhe treneri Avdul më ka shti, edhe presoj lojës, ose më ka shti për fillimit, ose në pjesë dytë, po thuj se i kam lu gjithë ndeshje, deri në fund. Që pak e kam prit që ko me lujt që është shpejt. Orientimi mirë me 16 vjet të në ato ndeshje, të në ato minuta. Vëllopoja u konë edhe trener kështu simpatik. E vërtet? Përveç që u konë edhe ka bo hajgare të mirë, edhe ka mojt ekipin shumë në disponim. Dhe më flamurtori konë atër me shku edhe mi këshin stërviti konë një fashireti. E vërtet u konë? Ka pos shumë lejtar të lagjës, që ata... E vërtet u konë atmosferë shumë e mirë në flamurtar në atë kohë. E moj men që ndoshta një orë ma herët gjithë kanë qenë zhvështore, që su kanë regull me shku ma herët, po gjithë kanë qenë, su kanë qatë atmosfera e mirë, ka pos gjithmonë biseda para stërvitje, se kështu që një orë për para nështë ta gjithë ekipi ka qenë zhvështore. Po dhe treneri Avdul ka ditë kur me konë serios, ka ditë kur me baj gare, ka ditë qysh me të majt, që mos se i rinë është të kanë edhe atritët mendja, se diçka kështu, ka ditë mi menagju shumë mirë. A debutove si me sushor ofanziva si sulmuse, tani me kalimin e viteve ke profilizu ma shumë si sulmus. Kum luj si me sushor i djatë, në atë loj, e di kum jep edhe gotë. Tani prej asoj lojës, loja tjetër ka qenë me Ferizajn, këna lu vendas, aty kum asistu, këna fitu 1-0, dhe prej asoj lojë të thash, nën stabile treneri shpeshon thejken, është e lysha një lojë për fillimin, dhe kja lasi e gati tash dhët me pushu pak, lu në lojën tjetër afet, po ka ditë me menagju shumë mirë. Edhe ka pas edhe lojtar tjerë trisë, kam qenë veçon, kam pas edhe tjerë që i kam bështet shumë. E vërtet gjithë flamurtari ka prodhu talentat të jashtëzakonshëm. Nikobile ka e moj men kanë qenë gazetat e sportit, që mrena jo veç flamurtar so kanë luj lojtar, po edhe në të ligës në për ekipe tjera e bëjshë informacioni më të mirë që u dolë për shkollës flamurtarit. E tash me orë këtë gjendje është për këtë qartje. Vërtet se ka pas çdo klub, sidomos Prishtinë. Çdo klub ka pas lojtar që kanë dalë për shkollës flamurtare. Thajes flamurtari pasi. Cilu konë sezoni jot më i mirë këtu 5 vjet gjatë që ke luajtur ekipën e parë, që ke thonë dheza, çfarë? Se ne moj me ato gollat, sidomos në atë pjesën aton, ku është stadiumi i vogël, mas mallit. Qatë të ka dash ma shumë qatë gollën, se dhe qatë kina shetu ma shumë këna konë. E vërtet, deri sa orë treneri Isuf Tërtoshi, flamurtar, gjithmonë edhe stërvitjet i kena bu ma shumë ka e golla. Edhe në momentin kur nuk jep shumë goll pjesën e parë, zgjat shumë gjithmonë me sulmun, dhe më thonë ka e golla që me përmenti. Kur nuk jep shumë anej një farë presioni në merkës e ekip, kështu që s'mujnë atash. A kur orë treneri Isuf Tërtoshi e ka ndryshu, kena ushtru këtë fushën, edhe më konë ide e mire tina. E sezoni ma i mirë nuk e di tash me vite, po i kam pos dikon 15 golla, flamurtar, nëse s'ka bëj 2006. Je zhjede informacion të vite, që drejt? Atër u konë formacioni, u konë dheqja ma i mirë, i më konë 3 vjetëren dheqja më të mirë. Su konë atër formacioni, shëpojtash, atër i më konë dheqja më të mirë, kanë mujtë me konë është 10 sulmusat. Po u konë dheqja ma i mirë, po tash të është ma mirë tash formacioni ma i mirë, se do të edhe mbrojtësat e me sfushort me konë, se kanë do në është atë gjithë jenë konë vetë sulmus. Po, shumë sulmus ka pas. Se binë sy ma shumë një golla e asistimi. U konë edhe që aje generat u konë e mirë ka pas lejtar të mirë. Ka pas shumë lejtar të mirë e generat. U konë Shemsi Osmani,
Hazem është pak më i vjetë, ka luë edhe më herët. Bile njëri për lejtarëve më tri që ka luë në herë në ekip parë, 15 vjetë i ka pas, edhe ju konë është asim motive dhe për neve tjerve, me po që mujna me lu si tri. Ka pas shumë lejtarë cilësor në të ko. Qatë, kur veç filluve me lu rregullisht edhe me shpërthy, kështu me thonë, një farë forme, a fillun me ardhë oferta ata, prej çfarë klubëve ke pas interes? Po, është e vërtet, edhe në vitin 2006 ka pas interes Prishtina shumë, por në atë kohë pa ta lidh shumë me flamërtarin edhe se nuk e menojsha kur largimin, kam thirrë edhe ekipe tjera shumë, që s'pi përmeni me emra. Po se kam kalu kohë. Jo në konë fort atër, e di, po atër u konë ekipe fort edhe hysi shumë, që më ka po firë shumë herë, shumë ekipe tjera, po se kam mendu as njerë më largu për flamërtarit. Bile s'kisha qef as me dalë në për takime, që ju më konë një lidh me klub në atë kohë, edhe me kryesin e klubit, kanë qenë shumë kryesi, shumë korrekte, mi përmen me emra prej, u konë Ekrem Qerolli, Muj Dushi, Ekrem Latifi, Ymer Ademi që është tash, Bedri Humolli, me ata ju më konë shumë i lidh edhe jashtë futbollit me ta. Le kujtoj një rast, në atë kohë ju më konë rogat, si më konë si tash, ju më konë rogat, edhe merë në vesh me Ekrem Qerolli, në përshëndes shumë, u ka të qenë shumë. Merë në vesh 500 euro roga. Edhe më thët i lejtari që se kjenë asnjë më shumë. Edhe ndërkohë mas një 2 jave më thirë në telefon. Më thët e ki rogën 600 euro. Se e pejna marrë vesh, thët se ja ku mbo edhe një lejtari tjetër, është edhe konë korrekt shumë. Edhe konë shumë korrekt. E vërtet, qatë edhe i kam pas punë të mirë në qatë kohë. Edhe se ku mendu kur më largu, po tani kur erdh në 2009 një më largu për flamërtare. Po. Ja nisi pak me ike, shumica lejtarëve me ike, po që nuk është të shku në rrugë të mirë, edhe tani kam vendosë me shku të Prishtina. Qysh vendose me shku të Prishtina, kështë kontaktaj? Më ka kontaktu Afrim Uqiqi, edhe si së dhe kujtoj, jem taku u kanë lokalin në stadion Prishtinës, për në arena u thi. Edhe të jem taku me Afrimin, ka qenë edhe vllai im drejtori, bashkë me mund ta kem, edhe thëmë 10 minuta e na marrë vesh, se kam pas për dyshim që me shku dikon tjetër. Bile kam pas edhe intervista ma herët që nëse largohem për flamërtarit, veç të Prishtina me shku. Edhe me Afrimin, tani me Afrimin, so kum lu të Prishtina, tani më ka radhe me punu bashkë, kum kalu shumë mirë, shumë mirë. A ke i vështirë me morë këtë vendim më largu për flamërtarit? Për më halës. Të Prishtina, kur dhije që për një meka u ka një farë rivaliteti. Ka qenë shumë rivaliteti ma. Fidan Hasani, kur vendosa me shkuta Real Madridi me Atletico Madridi. Pa kallëzaj njani dhe, kur vendosa me shkuta të Prishtina, tha, e dëmë zhegrua, tha, u kom flamërtar. Tha, ku më bajke ma bëjke tradhtar, na ke tradhtu, se u kom rivaliteti, Prishtina flamërtari ka pas rivalitet edhe Prishtina ka pas shumë probleme mujtë flamërtaren. Jo, është Prishtina, flamërtarin e kam pas problem gjithmonë. Mujtë, po Prishtina gjithmonë u kon ekipi ma i mirë. Gjithmonë u kon bile ku kom shku me lujt, kur u që të ke shortin fillim, pyetja e parë u kon kur është loja me Prishtina. Shumë klube që kam lujt, gjithë u kon kjo pyetje. Kon knasi gjithmonë me lujt ndër Prishtinës, u kon një motiv më i madh, është hala besoj. Po nuk e kom pas shtirë, thash se te Prishtina gjithë kam pas dëshirë me lujt. Edhe për ata e kom pas gjithë të letë. Te Prishtina, fatën, ke lujt 3 vjetë. Ke fitu trofej gjitha, nëse s'ga bëjt gjithë ke fitu. Cili u konë ai trofeju ma i mirë dhe ma emocionus për ty? Normal që ka qenë titulli kampion me Prishtinën, se edhe për mu ka qenë titulli parë me klubin, për klubin jo për mu. Ka qenë knatësi se te Prishtina çdo herë kur ka marrë për flamërtarit, te Prishtina ka qenë më ndryshe se çdo lojë. U lypesh me fitoria u konë, e domosdosh me çdo lojë, edhe organizimi i klubit u konë atë kohë shumë më i mirë, çfarë çka më mirë. Edhe ka qenë knatësi titulli i parë kampion. Kënë ke pas në ekipa të hera, i mund me nemnat. Një kohë kërë e kënë edhe ti patali i rati, jo? Po, i rati u ka. Që ndroj edhe pruni shumë talenta. E vërtet. E u kënë një ekip shpërthyse, interesante, me Gavozan, Leridan Latifin. Po, ka qenë Akhil Mahur, Limun Bake, ju konë shumë lejtarë talentum, po dhe ti atu në mes,
Në stynë e një konë ekip shumë Po interesant me një var 3-5-2 që Në vërtet ka qenë një raport 3-5-2 që kështu Min që herë në kra, herë doni. E vërtet. Këtu që deshin kupi qëtë lejtar. Edhe ka pas lejtar shumë të ri që i ka shti me lut në kohë, ka në Liridan Latifi, ka në Akel Makolli, Berat Ahmeti, Enes Kavazaj. Lori Kaliu në zgabosh. Lori Kaliu ka shumë talent, po u lëndu, ka pas lëndime, sa i ka qenë janë i për talentve më të mirë. Edhe prej asoj kohë tash edhe dy shok më të mirë tjetër si kam Liridan Latifin edhe Akel Makollin. I përshëndesim se edhe shok edhe tafër me lagje. E vërtet, ka pos Jerati ka pru shumë senet mira që unë nështë ta hera e parë që i kom një në të ku, po nuk shkoj shumë edhe vendosën klubi me ndru, tani ka ardhë ishtë tëftërtoshi edhe i në shpallë kampionat vetë. Se disa loj ka pas i sufin do këtë 7 loj, po e di që i kënë shumicën këna fitu edhe në dalë kampion. Qa kujton diçka të veçantë për i kësaj kohë të Prishtina? Përveç trofejve, po dhja që tha edhe veç do ndeshë o dasht me fitu edhe një sezon pa trofej është sezon i dështum për Prishtina. Vërtet, sa jem kanë të lumë flamërtar para se me orën Prishtinë, të ashtë ku shkaj ke Prishtina pak u anë kajshin edhe më të thonë drejtën pak më dake tepër të pëte. Edhe kur jam marrë në Prishtinë tani, e kom po që ma shumë se gjysën im shefi nuk i të regoj. Të më thonë ku shkaj shumë, gjithmonë rivalitet shumë i madhë, në kam pris shumë vene dhe shumë keq. Edhe ato e kom kuptu që se më kom flamërtar nuk u kone vërdet se ma shumë se gjysën e sen nuk i kalzejshin. Të Prishtina u kom knasi me lujtë dhe ato vite, bile kur e kom pas ofertën për Prishtinës, kisha ofert një të në kohë shumë më të madhe financiare për i hysit. Edhe pa të dalë me malësër gjëmbalën i kafe, kam shumë mik, e përshëndes shumë edhe ta. Edhe pëpës, që kështë bo, prof, më thët, vis një sen, më thët, nëse s'lumë për Prishtinën, logarit e që s'ke lu futbol. Edhe më pat me në kryja e fjallë, se pa ta me ndu dyherë. E mirë, ka drejt profa se dhe profa ka lutë në 2 perioda 3 vëde. Hysin atë ku e ka pas, u kohën ekipi mas shumë të që ka afru më zgabosha, edhe ju ka rivalizu se ka pas atë treshën e sëlmit me Zabërgjen, me Osmanin, me Shdrellën. Po ka pas shumë ekip mirë hysin. Vitin e parë, kër e morë të Prishtina u konë të mund ka marrë një janar, venin e 8, ka pas probleme me rezultate, edhe në fund të këna... Edhe këndrëm generate më zga usha që i vetë? Ma herët e kanë dalë. Ma herët kanë dalë Besni Krasniq, shumë lejtarë tjeri, Lerber Isha, shumë kanë më starë rejti. Edhe në atë vetë më kanë lufta me Trepshen e vjetër. Edhe në fund ju kena afru shumë, po u shpallë me Rames Krasniq. Kena bos shumë sezon të mirë, 6 mujtë e dytë. E moj me bile shkoni atje luni 0-0, asit fazlio e kalem për tjerin, gollën thot, top e ecë, këtë kështu, dhe nuk e në gollë. Edhe në atë kohë në kom lujtë sulmus, të Prishtina kër jam marrë, kanë qenë 2 sulmus shumë të mirë. Ka qenë Asret Fazlio dhe Suat Saljagish. Shumë më theshin, qush po shkon atë ku do me lujtë për aty. Po, treneri Rames ka ditë me menagju, kom lujtë shpesh, kom lujtë edhe mas sulmusve, në herë kom nejton rezerv, në herë Astriti, në Suadi. Ka ditë me menagju shumë mirë edhe me trenerin Rames kom kalu shumë mirë edhe ajo është edhe prej tina kom su shumë gjërat mirë. Për Prishtina kaluve të Vushtreja, edhe të Vushtreja ke fitu titullin, që shërdi të mas pare konturopi ligje. Po, 6 mujtë e pare konturopi ligje. Po, se ka shkun në fadimni, se ti ke transferimet në fadimni. Qyshim shku të Vushtreja, po se kër je morë në Prishtinë, kom pas 3 vjetë kontratën prej Dimri, po. Kër jem shku të Vushtreja, u kanë shumë interesant, se unë njëherë kam shku të Trepshet edhe thënon. Po e mojnë. Nuk u bo publike kjo asë, kur që se bo në shtë kom galtu të shëshesh, se ka ditë. Edhe kam shku të Trepshet edhe thënon. Jo morë vesh, të me thonë, s'kisha në nëshru kontratë. Shë morë vesh, edhe me Ilir Bojkën. Edhe merë në vesh, të vesh me mu ki punej. Me kërkan tjetër, me mu ki pun. Si në qofshë kërkan tjetër atje. Edhe ndërkohë jep dërheqje për i Trepsës të thënon, do me thonë mas 2 java, 3 që u merra veshën me to.
u kry sezona jep dërheq. Edhe thirrin telefon i tham nëse si jeti aty, nuk du me shku asan. Thot jo nuk jam, edhe i tham a mujna mu taku, po takohom, ku shkajnë takem, u kanë takem me Ismet Monish. Edhe tu bisedu me to, thash, kisha marrë parën prej tina, edhe i thëm ti kthej krejt, s'ka problem. Edhe thot Ismeti, ti si ja kthen, thot, po ja kthej na klubit edhe ti me anë vështre. Me Ismetin, unë e kisha pas Ismet Monishin, kur i më konë i vogël lavdimit, flamurtarit. U konë drejtër sportiv, trener ka qenë Luan Prekozi. Me Ismet Monishin, unë jam rrit me ta. Unë so ka qenë të lutë të flamurtare, para se me dalë me lujt jashtë në Evropë. Unë ishte të herë, ku marrë një shishem ujt me shtime ftof, mja që unë esis tër viti Ismetit, se fmi. Ku më pasaj ka shkaj ke merke më zvetit. Edhe se ku më bo laf 2 herë, këna s'ka dorën edhe kam shku në vështre. Kur kam shku në vështre, ata kanë qenë shumë keq kanë qenë. Nuk lushin keq dorën zemër, por rezultatet nuk i marrën se u boni fare entuziazme aty se ekipi nuk u koni keq. Ekipi u konë shumë i mirë. Bile në qatë ko kanë shku nëse s'ka bëj 6 lejtarë. U konë Lavinat Osmani, Faruk Statovci, Semir Zeneli, Festim Krasniqi, Albani u konë. U konë ata. Arbri. Edhe Arbri u konë. U konë ekipa, Learti u ardhë vitin kampion kërë. Ka qenë ekipa shumë e mirë, po ndodhë ke luj shumë mirë, të fitu 1-0 në herë të golla, na jepshin goll, bile kujtë një luj me Trepshen, stadionin vështret, dhe në që shenë shikust janë. Mendoj që s'ka shikus ma të flakt. Edhe kur na pat barazu një herë Trepsha, as një sa atë u met, thejshë nuk është kërkosh që është në shak krejt metën, po më fund këna shpëtu pe i ligës me baraj. E mojna me Deçanin Gjilan. Edhe plus 1-0 në kontu. Qatë vitë keni hekë shumë edhe penalat, veç të guzëshëm mi gjujtë. Në Gjakova i penalve... Jo, penaltit i ka gjujt Lavinat Osmani. Ma shumë. U ka një loj me vllaznimin në Gjakov, edhe Lavinat Osmani u ka një lëndum, Milet Rashica nëzirë penaltit, minuta 80 u ka, nuk u të zejke kërkush me shëtu. Edhe më thëtë Faruk Zeneli, më thëtë apë shëtu. Po, kapitenu, po. Po, te hop shumë atë penal, me barazim në bishëm direkt për ligës, nuk me shumë as në barash. Po na foka, e dhash penalin edhe më barash të një e sigurojnë. Zoti dënë gudzimtarët. Në vërtet. E moj menë në një pilujve që moj menë kështë mas miri, u kun Vustria Deçani, ku s'ka posë jashtë zakonisht shumë, dhe me thonë, nejse na patëm subë musha i stadion, se dita Gjilani lujshin, po me udhtua shumë njerëzi, me përcjell ekipën, se Vustren që vine, përcjellën e mushna tribinën për bollën krejt. Në vërtet, shumë. Kjo pjesa tjetër u konë me Deçanit edhe me fonsa tjetër futbollit, se u konë njopi ndeshjeve me emocionon. Unë që ju kom përcjell vetë, unë ju kom përcjell nashta qindra, po një prej ndeshjeve me emocionu se u konë. Plus, këta e pranojnë gol, mas farë. Kam pas për tjera, më duket është në Gjermania ideale. Florent Zymeri, ajo konë dhe pjesë unis të nishave dhe në mesha. Konë i ri u konë. I pret këdo që spritën, i bëj këdo gabime ka njerë, si që është si gabim edhe muzabur ka shtohet se jepë. Shumë interesant ka qenë, se s'gaboj atë dhe gashi. Atë dhe gashi. Ajo ka qenë shumë interesant se 1-0 për Deçanin nuk kry pjesa parë. Edhe kur këna i në shveshtore, ka që shumë i se në konë litor të ushtres që kanë lujtë. Edhe një 6-7 jënë konë të qajtë, të nëshushi. Edhe Ismeti u konë trener Ismet Monishi, s'mu i ke me folë as njëse këtë ishin romë për i ligës, edhe Ismeti të e pajtu her një hanin her tjetën. Tëri sa u që Faruk Statovci ka vërtit, ka thonë, na që tash këna me dalë mi mujtë, tha. Ne i na matë mirë se këta, që o trupi për më shësë, zaj kujtaj si sad. Të këna me dalë mi mujtë gjatë shyshta, s'ka shansë më na mujtë një. Edhe dalën fitojna 2-1. Milenat ku Milet Rashica u konë 16 vjetë, ka pas i bën 2 asistime, gollën e pare jep Semir Zeneli, dytën Bashkim Shala, edhe kështu Ismet Monishi, para se me aloj shumë na rrezik shumë të madhë me rope i ligës, a i thejkin na pështojna në ligë dhe vitin tjetër dollëm kampion. Kejt e këshër shumë këtë qatë të thonë. Pështojna një herë, edhe vitin tjetër për një me dollëm fjallë të Ismetit. Qyshe kujtan, do me dhonë 2 ftyra, një
6 muajt e parë hjeka me rreziku me rope i ligës, viti tjetër këtë një vushtërri tjetër, kampion, titulli vetëm në histori të klubit. E vërtet ka qenë edhe Qysh e kujton shumë e vështirë se janë ato emocionet e mrena klubit, e mrena ekipës, se edhe në sezonin titullit kampion janë konë gjysa ekipës vështrin Ali. Po e vërtet, po shumë s'ka pas shumë ndryshime prej atij vitit që na konë të luftu për barazh, me vitin kur na bë kampion, u ardh Liridan Ahmeti, u ardh u ardh Lart Emini edhe Shemsi Osmani. Nështë e harroj dikon, po me dije këta janë konë edhe që kanë pas minuta më shumë. Pa i vetë ka qenë shumë i vështirë, se 6 muajt e parë na kanë rregull, 6 muajt e dytë kena pas probleme financiare me Lamkosin atë kohë, që nuk i ka përkrah më klubin, shumë probleme. Na kanë të luftu me Prishtinën, edhe shumë loj hup shumë, ka lej, Nesrit hupshin edhe Prishtina. Edhe kena pas edhe fat, po edhe kena lujt mirë, kena pas ekip shumë të mirë. Edhe u kanë shumë e veçantë edhe ajo. Kur një bind që për një memoni me fitu titullin, edhe mi dal fjallë të Smithit. Jo, kena besu, çdo herë kena besu, mas ja kena një sezonës shumë mirë, edhe ku atëherë konë me 3 faza, kampionati me 12 ekipe. 33 lojë. Pas sistemi Vergjerit u konë shumë i mirë se lojët e fundit vishin derbi, kush lufton me Rofe Ligë, lyshin me Zveti kampion, lyshin me Zveti. Justu që janë konë tabele me pa mi kam pos 6 ndeshje vendas. Kur u kthy rrethi i tretë, në ka ro loja e fundit vendas, edhe 2 të parat vendas, 3 lojë rend vendas. Edhe i bojna 3 fitore, 3 kanë 1-0, s'm kujtohet. 2 trepshat nduhet. Edhe ato e kena bo një shputje pak, dhe për atujt u rrit besimi që për një me kena me mujtë mja dal. Po Ismeti gjithmur na ka jep motiv shumë, bile kujtoj njëherë, lujshu me Dritën, Drita s'ka qenë si tash atëherë u konë ma... nuk u konë... Në ato vitet që që ka pas probleme, edhe Drita terrenin e denum lujshun Ferizaj. Edhe Ismeti para lojës, dhe i ke kur kryet, dhe i ke ndimër, dhe i ke jena 6 shpik para venit dytë. Që atë shysh dhe i ke qusha e ma tjeve. 6 shpik edhe shkojna me lujt me Dritën, atje hupëm 3-0 me Dritën. Në Ferizaj, na mund Drita 3-0. Edhe Nesrit shveshtor, analizën e lojës, thët Ismeti, ju kom thonë thët 6 shpik, këna me kom para venit dytë, këna hupë të shëndrojnë tash 9 pikë, këna me kom para venit dytë. S'ka thët më që na mund kërkosh. Edhe për një me ka dole ashtë 9 pikë, na kom para venit. Edhe hysi e len kampionatin, se hysi në konë nalë tabel, le kujtohet lavdimi, më thejke, kanë thejke, jo vim pikë të ja, kështë në konë disa bisit. Se konë e këshër shumë rregullurin e garës, edhe nëse len... I kanë lu 51% lujve. 51% lujve i kanë lu, as i kanë lu, qësh a hekën pikë, ta ju shton pikë të aty në që i kanë me lu ma vonë, edhe i bëj shumë këtë analizat. Shumë interesu mu konë me dollë kampion me vushtërën. I flak të konë, se... Po, normal, se ka morë atmosfera. Një qytet kur mësuesh me ti të ju mësu të Prishtina edhe plus ato qyteti në qatë vetë ju më konë të mobilizum, s'ka pos deshe si se ke pos, ato tribinat ju më konë shumë të këshia, edhe që ashtu u moshen mutu të mërdu poshtë, se me drasa janë konë, po konë full gjithë gjdo loj. Një loj para kena pos loj me Prishtinën vendas, edhe në atë kohë se tash të shumica ekipe shkojnë grumbollim një ditë para lojës, në atë kohë aj shumë drejkë, edhe pe drejkës shkoj shumë stadion, një beke dikon 1 orë gjysë para lojës, kër këna shku me Prishtinën 1 orë gjysë para lojës, asë një ven i lirë su kon stadion. Edhe ju mund Prishtina një 0 me legot, Liridon Latifit me kry. Jo me kry, me kom. A me koma? Me kom. Një e mi men që Latifi atë donë, Më patar dhe nate për atë lojës, unë të mkuan rësha me Liridonin me aktivit. Edhe më thej ke gjatë qysh këna mjë mujt. Edhe Prishtina ka posë ekipin e mirë. Shumë mirë. Prishtina në ka mujt 2 herë në të kampionat, po bëj ke gabime dhe tjera se ka posë ekipin e mirë. Po në qatë vetë u kone dhe Ferizaj ekip e mirë, në zga bosha, luftojnë edhe Ferizaj. Nëse s'ga bëj 3 gjiro, 4 gjiro, po kry kampionati mujna 1-0. Po 1-0, me gol të Rashicës. Milet Rashicës. Edhe vetë sa këthejet prej lëndimit. Prej lëndimit, se ka pas një lëndim gjatë, lëndohet me trepshin ose trepshin të 89. Me trepshin të 89. Po, që shukon me lujt me Rashicën, edhe a e keni vrejt talentin e ti në atë kohë.
Se me 16 vjet shpëthu ti kur ka debutu. Kur kom shku në mbushtrën dimër, u ardhe dhe Miloti për shkollës Kurda. Në atë kohë edhe je kena fillu me 10 janar, nëse s'ka bëj stërvitit, ka qenë ftohtë, u shtreshëm një sallë, edhe pesha, ka një vogël me trup, është kjo, edhe më kallëcojnë, qështu edhe shumë talent, shumë. S'kisha pa në herë një jeri me shumë talent. Edhe Ismet Munishi ka qenë drejtar, edhe për thëmë ku e gjete këto, po më thotë qështu. Edhe vinë lojt e para, do loj miqësore, pa të më shku në pregaditje nëse s'ka bëj në dërs. Sa rejke me i miri, qëto herë bëj ke diçka. Edhe unë e ku përkra shumë. Deri një ku lysha me sfëshor, Ismeti më ndroj ke venit e ke dha shtëpje gjun topin më shumë, po të qes kënej. Po e ka meritu me përkra. E kam po krejt, e kam desht krejt, e kam përkra krejt, edhe ka pos talent, ka pos besim, ka pos guxim, krejt i ka pos. Edhe punëtore dhe tani po kallëzën karriera e ti që u konë në talentume. Faton mas vështëris, ke pos edhe një kote drita pak, edhe të lopi pak ma shumë, nëse jam i sakt. Që të dy atë ke lu, po në cilën pak ma shumë, Për i vështëres kam shku të lapi. Të lapi kam ne 6 muj të drita, edhe jem këthyja për të flamërtari. Po, Qëta ka 6 muj, qyshe kujton këtë kote drita dhe të lapi? Po të lapi ka shku mirë. A konë liktëpar lapi, që të vetë? Po liktëpar, kam po syne me hi, edhe po si jam ambientu mirë, edhe vetë kam kërku më largu, edhe kam shku të drita si kam shku e kom pos një lëndim, kam lujt pak, tani jam këty të flamërtari, po shumë të rive ju thëm, ju kallëcaj që zdohet me bo që kom bohën. Unë kam qenë demel si futbolist, si kom, edhe pak u kohën koha, kena shku shumë, kena lujt futbol vogël. Në atë kohë më shumë fitesha pare për futbolit vogël, se për i futbolit madh. Edhe tu mos po shuku i krysha stërvitjet, shkesha me lu futbol vogël dikon. Edhe shumë trive ju thëmë që pa punë, unë e kum provu vetë, mëse bëni jo se s'ka shanca me më rrim futbol pa punë. Edhe sa kum bo mbush, performanca u konë ma poshtë. Për shkak punës. Edhe në fund jam këty të flamërtari, edhe atë në ligë të parë, mjet një peng, s'kena mujt me hinë në Super League, me dritën në stadion Ferronik Lindrenas në penalti, edhe tani më kom vendos mu për shëndit. A ke vështirë me morë vendime më penzionu për i futbolet? E vështirë u kom, po e pash... Edhe është i përmbushën? Jo, se e kom lën herat futbolin, po e pash që po kam lëndime shumë, nuk më isha, edhe njona për arsye që kom vendos me lën, u kanë se fillova punu te Prishtina. Edhe këto më i me kallëcu, Remzi Ejupi presidenti, e takoj rasisht në rrugë. Ka qenë pejton, më thot, shkova tani masi, Remzin e kom taku masi kom shku me lu futsal. Kisha qantën të shku me luj, ku po shkën? Ballë tha ke lujt, hajde me punu të na. Remzia se ja kom thanës ati, po kur u konë Miloti në form, e kom thirë në telefon shkeshin një turnir në Dortmund. Me 3, edhe kom thonë merre Miloti. Merre se kemi apo hajrin. Edhe pa të në thirë, po si jonë marrë vesh diçka edhe su shku, edhe ka mojt menaj, se edhe më thirë, se harroj kur, që falë Remzis, unë halopu në isën klop, edhe më thirë, thë të shka nesër të presin në syre me bo kontratën me punu. Edhe jem shku, jem taku me Fatas Hoxhën, edhe tash bo 9 vjetë që jem të punu në klop prej asaj kohë. E kanë Zalika ka një talentat krejt, halenje. Vile ka pos listat përpora, dhe ke, kur i kanë pos dhe ka 15 vjetë, të li buhet edhe zbojnë. Mujnë me orë dhe 17, ku dhe në mujnë. E kanë pos planin. I kom për cilë, nështë e jom konë ma interesum se tjerë, gjithmonë kom pos qef, i kom për krat rritë qëtë, edhe so jom konë të lujtë. Edhe tani halo merë në dhe tash me atë punë, përveç ti menaxherit i për cilë shumë edhe të rritë, po jem shumë i knashën, kalej shumë mirë. Gjatë shka shumë mirë. Qysh është me konë ti menaxher me një klub Superligës? A kushtet, dallimi është enorm, do të thonë kur ke lutë edhe sot qysh janë kushtet,
Ka ecë shumë? Shumë, është shumë përpara, është çdo çka është profesionale, atëherë nuk ka qenë kështu. O nuk është e lehtë se duhet me konë gjithë të në kohën i përkushtuar, është shumë e vështirë, po si të dajsh punën gjithë çka është e lehtë. Kur e thirri kanë erdhët që te kida, e pununa një se i lëndohen lejtarët, ky do të bëjë te kida, që te stadiumi. Është edhe kjo me përmend doktor Qerim Kida, është. Ma shpesh te kida. Kam fjalë me përshkru, çfarë pritje bën. Shkoj te doktorë, jo vetëm lejtarët Prishtinës, kom qenë edhe shumë lejtarë të ekipeve të tjera, kom qenë edhe njerëz privat kështu, është i jashtëzakonshëm. Është fat, është pasuri kombëtare që e ka Kosova një doktor si doktor Qerim Kida. Edhe çdo herë është i buzëqeshur, çdo herë të përret mënyrën më të mirën. Është fantastik. Unë e kam edhe kështu, e kam mik, mund kam me shoqëni me doktorin kur jam konë të lumë Prishtinë në 2010-ën, ai vike doktor të nën klub për qef, kishtë qef, e ka desh futbolin, e të në alo shumë, edhe vike veç ndeshje doktor të na, edhe prej asoj kohë më kam me shumë shoqëni me ta, edhe të thash, jam shumë i lumë tërë që një njeri sej. Harun me përmeni një pjesë të rëndësishme në kulmin tënë ke lujtë edhe për Kosovën. Në ato bimin që shkojnë me lu në Suedi, e kom pjesë ati ekipit që ka pas baja giletar të mirë, në atë kohë e në konë shumica, jo po krejtë shkëllqyshëm në kulmin e formës, që shë kujtën atë kohën edhe a e gëzu kur të thërën. Po, e vërtet e kom pritë shumë mirë, ka qenë mas pari një erë, nuk e arroj, kam qenë shumë i ri, në 17-18 vjetë të lumë flamërtar, ka qenë selektor Muharrem Sahiti. Edhe luishin me Arabin Saudite. Atje edhe më thëtë su atë keqe, ko më të thirë të Muharremi. Su atë keqe në më pas bashkëlejtarë dhe shok. Më thëtë ko më të thirë Muharremi. Suadi është leqim. Edhe më thëtë ko më të thirë Muharremi. Po tani su më ka thirë, po u konë knasi për muve që më konë listina si 17 se kemë pas kështë. Tani ftesën e parë më ka bëhet më ndërgova. Treneri, këna shku në Malmo, këna lujt, me Malmo, po Malmo, konë ekip shumë e fort në të ko, këna u 5-0, e kujtaj, i ndjeri, labinat Harbuzi, në pa tjep 2 gola, në të ko, po konë këna si, të ne kam qenë edhe në grumbullime tjera, me Albert Bunjakon, këna lujt një lujtu me Shqipni për 17 shkort, u kry, nëse s'ka bëj 2-2, këto, po kam qenë disa në grumbullime, po atër... Që pjesë e këty në grumbullime, Pa atër shumica e në konë prej ligës tonë, vike Anel Rashka i më duket për e jashtë, jënë konë kështë disa lejtarë, por shumica e në konë të ligës tonë, po knasi ka qenë, shumë knasi normal në të ko. Po nuk u konë si tash s'kanë, si në konë të pranumë, kanë du veç lojë misore kër kanë mujtë, po knasi u konë. Sa që shpeshe Kosovën? Kosova ka jetë shumë për para. Edhe jëmi lumë të që kur të shë Kosovën me cilin të shtetë, po është e barabartë. Me së cilën, po luftën me së cilën, pisha lojtarë që kanë lu ligën tonë edhe po lujnë pas një problem, do me thonë liga ju në ka shumë cilësi, po edhe prej që ka ardhë foda, në menaj që u rritë shumë. Unë i përcjeli shumë ligën e Kosovës, nuk përitoj nështë ta, kur u luj këtë prem të qëtu në dile, gjdo herë im konë 2 ndeshe ku po, plus Prishtina, kur ka luj 3 ndeshe një javë, edhe ka ndodhë, shtë premtën këna lujtë në se ditë është i me kanë kështu me u kanë të premtën stadion, foda i ka këqy lojen. Jem shku shtunën, jem shku me po dritën, u kanë stadion. Prej atu i ndilën, jem kanë me po Balkanin edhe atje u kanë stadion. Që selektora tjerë si kom po për para, është shumë i përkushtum. Edhe ajo tjep rezultat, për shembull, veç prej neve u shku Galopeni për i këtu ujtë e ka marë, Raqin, kanë lujtë, të janë edhe shumë lejtarët Balkanit, ekipeve tjera, që po kanë shumë sukses, po kanë performancë të mirë, edhe menoj që është edhe falë punës të fodës, po edhe tjerë me federat normal. Unë personalisht me kam kontaktu në federat gjithmonë e kanë qasin shumë pozitive, që o Bajram Shala, sarë kom pos nevoj, Agron Shesholli, kush jenë tjerë me Darden Sadiku, kanë dhe që ke lyp një ndim nuk kanë hezitu kur, mos të harre edhe dikon tjetër. Po, jem profesionista dhe aje tjepin, ishe edhe rezultatet, normal. Qysh ishe gjasat e Kosovës, masi tash po dihet shorti në mars kena me lu fillimisht me Slovakin, po besoj një kundërshtari preferum pe atyno që jom prit për neve.
Po, tifozëve të Kosovës dhe në rast fitore një duel shumë i mundshëm me Turqinë pasi shihet si favorit ndaj Romanisë. Sa janë gjasa qysh e sheh. Unë mendoj që Kosova veç i kam rri deri këto shumë sukses çfarë grupi ka qenë me Suedin, me Zvicrën, Slovenin, edhe realisht kërkosh se ka prit kështu. Ky është sukses shumë i madh. Unë shoh që me Slovakinë kanë shancat 50-50, edhe shpresoj shumë që kanë me fitu. E tani me Turqinë është ndeshje e vështirë, po do të më ndrru edhe pse jo me normalisht. Sidomos na jep një motiv shtesë mas i luhet në padel vogël. Sukses historik, se shumë kombëtarë s'kan mujt me mri edhe shumë të forta që janë pranuar që sa. E Kosova me kaq kohë të shkurt me mri këtë sukses është punë e krejtëve për kryetarit Agim Ademit e poshtë gjithë. Apo gëzosh kur pesha Gallopinin të lu. Kom emocione shumë kur të shoh. Na gëzohem se Gallopinin ka qenë. Ka nisë edhe hopa edhe shumë mirë ka kop. Edhe është djalë fantastik, është me gjitha një futbollisti punëtor, pa fjalë, gjithçka djali i mirë, futbollisti i mirë, dhe normal që është kënaqësi se u dal për klubit ton, prej gjeneratave të reja u konte na. Edhe çdo herë ka ndodhur për shembull të trajnerët më herët të kalu prej fillimit, luajn tjetër se ka shti kur e ke po gjithmonë disponim me vullnet. Edhe ajo ta ka jep një shpresë që ai çdo u di që ka me jetë përpara. E Raqe? Dy transferime të mira. Raqen është interesant se kur ka ardhur në fillim, unë personalisht s'kum besu që ka me mujt me lujt. Edhe i kum thonë edhe atina. I kum thonë bile një kohë, i kum thonë se kom shef me koni sinqert, me gjithë jam shumë i afërt, dhe i kum thonë Raqit na foka që klubi i Prishtinës nuk ka vetë mu se s'shar Prishtinë. Po tash ti më vetë parin të kisha marrë ty. Edhe Raqi u kam fantastik. Raqi e kam rri me punë, po s'ka lujt në nxirët e para s'ka lujt. Edhe kur ka hi me Malishevën, lojën e parë ka debutu në Malishevë, atje kena fitu me trenerin Kavalli. Po. Ka qenë ma i miri në fushë edhe pe asoj lojës. Që të me thonë nuk e di një lojë që me thonë e ka pas lojë datë. Edhe më ka befasu për të mirë. Kështu që se cili nuk dët mi mshel ëndrat e veta, do të me luftu se gjithmonë, bile në fillim ju ka propozu me shku në vllaznim Muazem, edhe s'ka dasht me shku, ka thonë ju ka me luftu për ven. Këtu edhe ta shteshe ku kam rri. Kam rri në Kroaci. Ato të kthejmë edhe pak të karriera si futbolist, masi e kon sulmus, ka dhon shumë golla, po edhe trofe ke fitu si me Prishtinën, ashtu edhe me Vushtrën. Po cilin gol ose cilin ndeshje do ta veçoje ti si momentin më të madh karrierës, ose më të veçantin, të thonë kështu kushtimisht. Tash është vështirë me kujtu se ka pas shumë, po më kujtohet një lojë me Prishtinën, sa erdha në Prishtinë fillim, luaj shumë me Trepça ishte në vendin e parë. Edhe kam jep gol, kena fitu 1-0, ka qenë golla jam e parë në Prishtinë, dhe për ata e kujtoj, edhe kjo ka qenë një ndjenjë shumë e mirë. E mirë, kjo po. Prej sulmuzve në atë kohë që të ka ra ty me lu, cile tu ka dok maj mire. Edhe për kundërshtarëve, edhe për ka pas shumë sulmus të mirë, ka pas shumë talenta. Shtash mungojnë, dorën zemë. Mungojnë, në atëherë u kanë është edhe... Atëherë ka pas shumë se gjithë do të është. Sulmus më të mirë ka pas, mendoj se edhe ka pas futbol të rrugës më shumë në atë kohë. Unë e kujtoj, në atë ditën këna lujt futbol. Kur arë kohë si në gjeneratat të reja, ne na konë të lu futbol të shkolla, edhe në lavdimi ku është. Prej atë ujt e këna në lojën, këna shku në stërvitje, këna kry stërvitjen si fëmijë, na këthuja pet me vazhdu lojën. Ta shte që kje nuk isha tri të lujt shumë futbol të rrugës. E në atë ku ka pas shumë sulmus të mirë, shumë. Ka qenë Enis Fetaho, Malsër Gjëmbalaj, që kum lujt me ta bashkë. Të një ndër sulmus më të mirë që kum pa të lujtë në këtu kanë Haxhi Zeka, kanë Elvis Osmani, që api kujtoj mës të arrej di kanë. Sheremeti Sufi, ka pas shumë sulmus të mirë, po mu që më ka po përshtypje shumë u kanë Enis Fetaho. A i vis ka pas jetë shumë sportistit, nështë se kanë sulmusi më i mirë që kum pa të lujtë këso. E për mbrojtësave cilë kënë bënja te. Për mbrojtësa bënja te cilë kënë ma i shtirë. Pasi e kem fushë këtu edhe... Ja, një për mbrojtësa ta një fushë. Mbrojtësa kënë e vlerëson për mbrojtësave dhe kënë e ke pas kundërshtarin ma të fështirë më për malë. Si të ke thonë sëd,
Sot pas na Ka me mu luku zatet me ta. I sarë këm luku ndër Besnik Krasniqe të kanë, e pa mundër me po diçka unë në fush. E kujtoj një loj, u mëru 90 minuta ku shkojsh, asë një herë s'ku mujt me prej topi. Lojën tjetër mas 3 ditëve kishëm për kup, edhe lumë Besnikin pozitë vetë në brejz djathë, minuta 20, u konë 2-0, këm jep një kollë, këm dzirë penal dhe këm shtu penalin vetë. Edhe prap treneri e qëtë më mërujt edhe apet deri në fund lojës më s'ku mujt me bëhur, që të me thonë nuk kanë. Besniku. Edhe Besnike mojtë shumë gata, e të lu, ta në konferencë vë lu. Nivelet në alta në konferencë ligë. Është shembulli i punës. E vërtet se edhe nuk u dërzu edhe kjo janë ligë të parë pak. Ka pas lëndime, po ka punu shumë Besniku në gjë dhe kam shok. Edhe ka punu shumë, ka pas lëndim shumë të ranë. Në atë kohë bile theshin Besniki, ma s'ko mu këthy kur që kanë. Ajo këthy edhe 10 herë më i mirë se që u kanë më herët. Së që është një shembull, bash shembull për me marë trit, qysh nuk do të më dërzu edhe tash është ko gjanë mosh, po i ka performancat në shtë më të mirë në ligë. E një formacion a mund është me nabu, faton, me ndash me bashkëlejtarët që ke lu në kejt ekipë, ndash me futbolist që kanë lu futbolin e Kosovës që te ose i ke pas bashkëlejtar ose kundërshtar. E bojna, po kësha po qef ma shumë e bashkëlejtar, se ata që kum lujti në një ma shumë, edhe pse shumë e shtirë se kum pos shumë bashkëlejtar të mirë. Po, mujna me bo. Portier. Portier. Na ka dhërë rreshtimi, 4-3-3 që me ditave të vetë. 4-3-3 Prishtina. 4-3-3. Portier? Kum pos shumë portiera, se që njani për portiera shumë të mirë, Armir Grima, kruar në flamurtar kam qenë i ri, ka qenë shumë cilësor në të ko, po informacionin të më është kushtrim Mushica. Këm pas të Prishtina, i nga bo kampion bashkë, edhe më ka pëlqy shumë, ka qenë portier me cilësi shumë në dhoja, edhe në port është kushtrim Mushica. Mbrojtës e Krahut, i djathë dhe i majtë? Mbrojtës e Krahut djathë shumë e letë, është Besnik Krasniqi pas një diskutim, Besniki ka qenë edhe so kum lujt bashkë me ta, ka qenë fenomenal, një sezon Prishtini pa të posë 12 golla nëse s'ka baje. Ka qenë mbrojtësi djathë më i mirë dhe është edhe jo veç për bashkëlejtarëve të mi, po është mbrojtësi më i mirë në ligë që ka pas Liga e Kosovës. Majtë? Majtë ma problem, po jam mes Liridën Ametit, e kum pas bashkëlejtarë dhe të flamërtare dhe të fushtrejnë a bo kampion bashkë. Mes Liridonit edhe Labinat Ibrahimit, edhe Labinat i ka qenë lejtari mirë shumë, edhe djali mirë edhe lejtari mirë, po Liridan Ameti. Qender? Qender pas një diskutim Alban Dragusha, me Albanin këm lunë vështëre, ka qenë lider, ka qenë lejtari mirë shumë, pas një diskutim Alban Dragusha edhe partner Ardian Limanin, që tash është lejtari joni të Prishtina, kur kam qenë të drita ka qenë njeri, po ka pas cilësi shumë, më ka pëlqy shumë prej asoj kohë, dyshja është Alban Dragusha dhe Ardian Limani. Treshja mes fushës? Edhe në mes fushës është shumë problem, se kum pas shumë lejtar të mirë, shumë cilësor, të është edhe pa pregadit pak, po dyshja e mes fushës pas një diskutim Azem Ametin, Azemi kom lujt katë me Azemin, edhe të flamërtari edhe të Prishtina, ka qenë janë ndër mes fushor më të mirë të Prishtina, ka qenë 8 vjetë gjysë. Po edhe në futbolin e Kosovës mas luftës. E vërtet, në gjëna bile u ka. Pak si vazhdimësi edhe sot. E vërtet, bile me t'i shkon këtë koha i kishet shumë me nëj me futbol, po koha u ka në keqe. Azem Ameti edhe kapiteni që këna posë, edhe Azemin e këmë posë kapiten Prishtin, edhe Dritan Krasniqi. Edhe Dritoni ka qenë shumë lejtari mirë, ka qenë shumë punëtor, ka jep maksimumi, në ka motivu gjithve. Do t'i këna pas kapitena që në kanë shty për para shumë. E dheç vetën a? Jo vetën, jo. Dheç ka qenë lejtari ma i mirë që këmë po këtë të lujtë nësa në i herë. Edi Martini, ka lujtë edhe Sulmusa dhe Sulmusi flamërtar. Ka orë dhe i ka pas shumë cilësi. Ple ka orë në fund karierës, po ka një jashtë sa ka shumë. Në me një shot të frekshëm. Ka edhe ka qenë teknikë edhe shutin e mirë. Bashkë në grimë në patë nërë dhe me atë mbrojtësin. Resulin. Dritan Resulin. Ta 3 kanë orë,
edhe u ka një sulmues Anesti Vito, flamërtar. Matsu konaj. Në vërtet shumë lojtari mirë. Ai shpejtë va. Sulmues të krahut? Sulmues të krahut, pa dyshim i kam më atlet, nështë i kam dy sulmues të krahut. Rashica dhe Duni, ja. Rashica dhe Liridan Latifi, me të dy të kanë lujt, të dy të kanë qenë lojtar të ri, të dy të kanë qenë me potencial shumë të madh. Thash me Liridonin tash menojnë dikush që kam shok, po në të vërtetë ka qenë janë për lojtarëve më të mirë që ka pas futbolli Kosovës. Vërtet, pa jo sot do të kallëzuan në lidh konferencës çfarë ndeshje po bën. E vërtet. Jo dhe karrierën që e pat në Evropë. Të Sherifi, të Skënderbeu, të Skënderbeu. E vërtet, edhe qendër sulmues Malsar Xhambaloj. Kum lujt me ta makat, kena pas një tandem shumë të mirë flamërtar. Ka qenë fenomenal, profa kum su shumë prej tij. Edhe për futboll, edhe për jetë. E trener? Trener. Mos qëmi e së Treneri dyshit. Me qitë formacion? Për mene 5-6 që ki kalu shumë mirë me ta. Kam pas shumë. Edhe qitë formacion, edhe pa trener, problemi mujti, si ta qitë Vërtet, po me lon dikon që nëse hupin kam pas shumë trenera. Ja u lon fojën. Kam pas shumë trenera të mirë. Pa diskutim, po është treneri parë që e kum pas Abdul Bellapoja, to se harroj se thash edhe më herën fillim të misionit e përmena që më ka shti me lujt me 16 vjet, na ka besu, plus në atë kohë çfarë sulmues ka pas, unë flamërtar, u kanë Kushtrim Munishi, u kanë Enis Fetahu, ka pas shumë lojtar shumë të mirë dhe na ka besu edhe neve trive, kështu që pa dyshim Abdul Bellapoja. Ta ka zeni gjari me Zalikën, ne? Ky lujke një njerë me lujshan kadet edhe morrin një loj mitësore në Kishnis që atje, afrime kontra Afrim Krasniqi kontra nera në ashtin me lu bashk, bube zalën sën, sa i dyke si 4-4-2, flamërtari që pat instalu që i 4-4-2, edhe ja, si stova një gol zalës. Shku ma atje luj shumë. Me laftimin këna lu shumë. Po. Dëshje bashkë. Edhe ja, asistua një gol, po mu më leshin me luft të kadet, e kjo lujke të juniorët janë konë shumë mirë, ta dolin kampion që atë vetë, me kadet, edhe dolin shumica njërë, edhe janë isin me thirë në ekipë por, unë e herë shkojsha të juniorët, po lujt i lujsha shumicën të kadet, me artan bitysin. Me artan bitysin, edhe artani është punëtori, jarë se ka shumë flamërtara. Bile tash u medve që artani edhe më dhimet, shpesh për thëmë je medve shti me Karabasanin e më dhimet, se me Karabit trener artani dhe u medve klubi veç në këta dy, dhe është në gjendi shumë të kje që shpresoj shumë mu këthy ku e kam venin se gjëna i klubë, se ka tradit, ka histori, ka shumë, gjëna. Pyetja e fundit Zali, ty me drejt gjithu Prishtina bëhet kampion, po qysh për shesë Superligën këtë vetë dhe cilët janë rivalt? Superligën është shumë të fortë si vjetë. është shumë e fortë. Bile është më katë që s'po ka shumë shikus. Me gjatë këtë cilësi që është nuk ka pas kur shtu. E sheni thash edhe më herët vetë sa lejtari lunë kombëtarit Kosovës që u dalë për kësaj ligës, që kanë lunë para 6 muajve kanë lunë këtë ligë. Po unë menoj që njëna prej arsyeve është edhe pak emisione sportive, se shumë zë gjatë çka zë, edhe njerëzit kur të shohin menojnë që për një me futbolli i Kosovës është ashtu, po nuk ka të bëj që pasqyrojnë mediat në Kosovë. Është shumë me nivel shumë të lartë. Po normal që unë gjithmonë thon Prishtina ka më bë kampion, edhe shpresoj shumë. Prishtina ka shumë ekipën e mirë, punohet shumë mirë edhe me trenerin e ri që tash. Kanë më kthy të rezultatet pozitive, se u ka një krizë, është e pashmangshme që kanë më kthy, edhe shpresoj që në fund me dalë kampion. Në pajtona këty 100% këshyra dy lojtë e fundit, Ballkani Prishtina dhe Drita Xhilani, nëse ishin lunë stadiume pak ma normale, ku bale është i gjelbërt dhe ka shikus ma shumë, niveli ke i lojve shumë i nalë. Në vërtet. Dhe u lu futbol i bukur, patë ekipet patën ide që ka po dojnë, rrjedhshmëri, aksione shumë të mira, me një stadium me kushte ma të mira, me ulse, me koni mlume dhe bale me koni i gjelbërt, do këty ti nuk besën, nuk thu që kjo është Liga e Kosovës, me donë mund është, nështë ta nuk shkoj largë, ka lojë që në Hungari nuk luhet qaq mirë, ose në Poloni, se i shumë na që për përcjellën lojtarë tonë, a vedim të luhet, ose në Romani që për përcjellën lojtarë. Është edhe suksesin e ekipet që kanë pas, Ballkani, Drita, edhe ekipet tjera që kanë luajt në Evropë, që nuk janë rastësisht rezultate.
tani edhe isha rezultatet na sa shkojna thuj se prej 10 ekipe, 8 ekipe, 9 ekipe Superligës gjithmonë janë në Antalin përgatitje. Edhe shkoj çdo herë sa ardh ka mundësi edhe ekipe tjera. Kam me ekipe shumë të forta të Evropës janë thujse të barabartë. Edhe nuk janë rastisht rezultatet. Por ata thash që Liga e Kosovës është shumë më naltë se që pasqyrohet nëpër media. Aton neve s'na metet sa veç me të falenderu shumë që ke gjetë kohë. Faleminderit edhe për juve. Edhe 2 ditë. Edhe 2 ditë. Që folëm zakonisht. Edhe që ke pranu me orë se zakonisht Ti priton me po, dole. priton me dole. Faleminderit shumë Emisione për juve. sportive me shku, po i dajtëm pak pjesë karrierës e do kujtime tua, por Faleminderit shumë për juve, njerë ishte si kanë krasi. fillu ma vonë me këshyrë futbolin edhe veç i tregove. Faleminderit shumë për juve. Faleminderit shumë, na mos harruj mi falenderu shumë dhe sponsorët tanë të emisionit Golden Eagle, Air Munich dhe Xfis, tërsa me juve shikues të nderuar jemi në javën e ardhshme.